Para nisjes së samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ndal gjatë përpara gazetarëve mbi rreziqet e sigurisë në rajon dhe Europë. Ajo vuri në dukje se Rusia vazhdon të përbëjë një kërcënim të madh për kontinentin, ndërsa Serbia po ndjek një politikë agresive ndaj Ballkanit Perëndimor, duke kopjuar taktikat e Moskës. Serbia i trajton vendet fshinje si vende që nuk ekzistojnë si shtete të përkohshme, ndaj të cilave ajo vepron me agresion. Ky është një model i drejtpërdrejtë i marrë nga praktika ruse. Fatkeqësisht Rusia e përkrah Serbinë në këto veprime, deklaroi Osmani. Presidentja e Kosovës tërhoqi gjithashtu vëmendje mbi konceptet historike që përdorin të dyja shtetet për të justifikuar ekspansionin e tyre. Rusia flet për Rusinë e Madhe dhe botën ruse, ndërsa Serbia flet për Serbinë e Madhe dhe botën serbe. Osmani paralajmëroi se këto ideologji dhe taktika përfaqësojnë një kërcënim serioz jo vetëm për Kosovën, por për stabilitetin e të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe për sigurinë e Europës. Ajo bëri thirrje e Bashkimit Evropian të mos lejojë veprime agresive të Beogradit të shpërblehen, duke theksuar nevojën për një qasje të unifikuar dhe të vendosur për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Presidentja Osmani gjithashtu sugjeroi se dialogu me Serbinë duhet të shoqërohet me kushte të qarta dhe maza të monitoruara nga BE-ja në mënyrë që respektimi i sovranitetit të shteteve të rajonit të jetë i garantuar. Në përfundim, Osmani konfirmoi se Kosova do të vazhdojë të angazhohet për një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm, demokratik dhe të integruar në struktura europiane, duke paralajmëruar se çdo përpjekje për të minuar sovranitetin e shteteve fshinje nuk mund të tolerohet.